në ndëshkimin e personave të lidhur me pushtetin politik. Përtej të gjitha atyre që mund të thuhen si të meta, si boshllëqe, edhe si lajfitje, po doni, të institucioneve të reja që janë shumë të reja për të mos bërë gabime, ky është një moment historik, por ama që ta garantojnë barazinë para ligjit. Një herë mirë, kjo nuk mund të jetë thjesht dhe vetëm në dorë të një partie politike dhe të vullnetit të një leadershipi, siç është sot leadershipi i Partisë Socialiste, sepse nesër vjen dikush tjetër dhe e kthen përmbys. Prandaj duhet Bashkimi Evropian. Hyrja në Bashkimin Evropian e bën të pamundur që një apo disa forca këtu të kthejnë përmbys rrotën e historisë edhe të rikthejnë shpatën e ndëshkimit të drejtësisë si një pushteti i pavarur në zyrën e të parit qeverisë. Këtë po bën Partia Socialiste e Shqipërisë dhe pikërisht për këtë të gjithë ata që si njerëz të degraduar dhe të dëshpëruar rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, kush e ka radhën, u futën të gjithë në burg etj. Duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Ata janë ata të cilët e morën peng për një periudhë kohë dhe arritën deri të vinë me çadër këtu poshtë në bulevard për të mos votuar vettingun dhe kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve, të gjithë bashkë, absolutisht të gjithë bashkë. Sigurisht ishte luli në krye, po luli kuptohet ishte kukulla e bufit Knetës. Dhe bufi i Knetës sot e thot shumë qartë me votën e 11 majit, në 12 maj do shkris pakun. E thot shumë qartë. Ky është kërcënimi. Ky është kërcënimi që është sot dhe mund të jetë vazhdimisht në të ardhmen nga lëvizjet e brendshme politike nëse ne nuk jemi anëtar të Bashkimit Evropian. Pra, qoftë në aspektin e drejtave, qoftë në aspektin e mundësive që krijon antarësimin atë familje, ku në momentin kur ne hym dhe bëhemi pjesë, jemi përfitues të drejt për drejt të fondeve ekstra, të një buxheti ekstra, fal kontribusve që janë në atë familje, është pa diskutim, e vetmja rruga jona. Është kurorëzimi i një historie të gjatë përpjekjesh, mundimesh, luftrash, rrëzimesh, poshtrimesh që kemi në dorë në 11 maj ta realizojmë duke mos e lënë të iki trenin e historisë. Ky është 11 maj dhe këto desha unë të ndaja fillimisht në këtë shkruar në Llazi si do t'i përgjigjesh avokat kujtim Cakranit, kush është ky? Në rubrikën Sy më sy që thot se dikush t'ja kujtoi Edi Ramës që pasaporta jonë prej vitit 2009 na lëviz lirisht në hapësirën europiane dhe nuk ka nevojë që të marrim një pasaportë tjetër nga rubrika gjumë gjy. Nuk e di fare kush është ky avokati, po di që avokati që nga shumë i lodhur, sepse kam shpjeguar dhe rishpjeguar. Është e vërtet që pasaporta jonë sot ne mundësinë të lëvizim lirisht në vendet e Bashkimit Evropian. Por është po kaq e vërtet që pasaporta jonë nuk na jep mundësinë të ndalojmë lirisht. Dhe këtë e dinë të gjithë shqiptarët që kanë lëvizur qoftë edhe një herë drejt Bashkimit Evropian dhe që kanë ndaluar qoftë edhe një herë në doganat, në kontrollet e pikave të hyrjes në Bashkimin Evropian, që kanë ndaluar qoftë edhe një herë në një aeroport të Italisë
apo të Gjermanisë, apo të Austrisë e me radhë, ku na thuhet sot e gjithë ditën dilni pak këtej. Dhe në ndërkohë që ata europianët e tjerë që ndryshojnë nga ne vetëm në një gjë, që kanë një pasaport tjetër, kanë pasaportën e BE-s, kalojnë lirshëm në një korridor ku janë ato yjet sipër dhe thuhet qytetar të pasaporta të BE-s, ne futemi në një radhë si shqiptar dhe paraqitemi një nga një përballë një polici, i cili merr pasaportën tonë, fillon e shef në dritë, fillon e hap, na shef ne, shef